Shkrimtari dhe gazetari Enkel Demi ka promovuar në Korçë librin e tij I rënë nga qielli, libri me shkas nga një ngjarje vërtet, e cila shkrihet me fantazinë e autorit për të treguar besnikërisht Shqipërinë e Buzë Humnerës. Romani përshkrua në mënyrë të pamëshirshme një periudhë të rëndë në historinë e Shqipërisë përmes një galerie personazhesh që nga banditët e rrugëve e deri te diplomatët e huaj. Në këtë libër përzihen bashk partizanët, nacionalistët, aleatët, pushtuesit, sigurimi shtetit e bandat e 97-s. Është historia e vërtet e një ngjarje të luftës së dytë botërore, e cila zhvillimin e vet dhe zgjidhjen e vet e merr gjatë vitit 1997. Gjatë kaosit të atij viti, gjatë luftës civile që përfshiu gjithë Shqipërinë. Pra është një ngjarje historike e cila përfshihet brenda një marrëje të madhe kolektive që zuri gjithë shqiptarët. Por 97 pastaj është një nga pikpyetjet më të mëdha kombëtare që ne kemi dhe mbi gjitha është ndoshta teatri më I madh absurd që ka ndodhur në historinë tonë dhe është e pamundur që ti mos shkruash ose mos tregosh pikërisht atë kohë. Ky është romani 6 I shkrimtarit, I cili shkruan me pseudonimin Tom Kuka. Në promovimin e librit, I cili është zhvilluar në Bibliotekën Thimi Mitko të Korçës, kanë marrë pjesë shkrimtarë e qytetarë korçar, të cilët kanë kryer edhe një bashkëbisedim me autorin mbi përmbajtjen dhe mesazhet që përcjell romani.